Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother VIP, Albania mori një kthes të papritur kur Egli dhe Danja nisën të vallëzonin në obor, nën tingujt e një muzike të lehtë. Nelin, atmosfera ishte e qetë, ndërsa disa nga banorët qëndronin ulur afër, duke I vëzhguar me buzëqeshje. Nelin, megjithatë gjesti, I cili ishte pak më I distancuar, I shikonte me një vështrim të çuditshëm dhe të tensionuar. Nelin, në një moment, ai e theu heshtjen me një deklaratë të fortë, duke thënë, kam me ju shkatërur ren. Pas kësaj, ai vazhdoi me një ton edhe më të ashpër, një nga një do t'ju paloj ren. Kam me ju dridh, kam me ju shkatëru, pasha Allahun. S'ka mëshirë hiç, 0-0. Nelin, fjalët e tij ngritën menjëherë një valë reagimesh mes banorëve, të cilët mbetën të habitur nga mënyra e ashpër e të shprehurit. Kjo situatë vjen pas tensioneve të krijuara më herët mes Gjestit dhe Eglit, veçanërisht pas spektaklit të kaluar, kur ai kishte deklaruar publikisht se pas përfundimit të lojës s'ka me ma pas urate. Nelin, Egli, e cila dëgjoi këtë deklaratë gjatë spektaklit, u shfaq e trishtuar, por gjithashtu u shpreh se nuk ishte e befasuar nga këto fjalë. Nelin, megjithatë që nga rikthimi I saj në shtëpi, ajo dhe Gjesti ende nuk janë përballur drejt për drejt, duke lënë pezull një konfrontim që pritet të ndodhë. Nelin, ndërkohë, deklaratat e forta të Gjestit kanë shtuar edhe më shumë tensionin në shtëpi, duke e bërë të qartë se marrëdhënia e tij me Eglin mbetet një nga temat më të diskutuara të këtij